Një zjarr i madh që ka dalë jashtë kontrollit në Francën jugperëndimore ka detyruar evakuimin e mbi 10.000 njerëzve nga një sër qytetesh dhe fshatrash të vogla pranë kufirit me Spanjën dhe zyrtarët thanë se erat e forta të hënën do ta përhapin më tej flakën. Bashkimi Evropian tha të hënën se po dërgonte 4 avion me ujë në Francë nga Qipro dhe Suedia për të ndihmuar zjarrfikësit rreth qytetit të Perpignan. Europa qëndron me Francën, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen përmes një postimi në rrjetin social X. Zjarri ka djegur rreth 4.600 hektar në rrës të Pirenejve francez, thanë autoritetet vendase. Kushtet e këtij mëngjesi po përkeqësohen sërish, paralajmëroi ministri i brendshëm i Francës për mediat vendase. Vala e të nxehtit në Francë dhe në të gjithë Europën perëndimore në maj dhe qershor kanë djegur zona të gjëra toke duke i bërë ato veçanërisht të ndjeshme ndaj zjarreve këtë vit. Zjarri Trevillaç, i cili plagosi 5 persona përfshirë një zjarrfikës, po digjet në afërsi të fazës së tretë të turit të Francës. Autoritetet lokale e kanë mbyllur etapën për publikun për të lejuar shërbimeve të emergjencës qasje të lehtë në zonë, edhe pse gara do të vazhdojë autokolona e automjeteve të ekipit që vjen pas saj, tani do të mbahet në minimum. Në anën spanjolle të kufirit, zjarri shkatërroi 2.200 hektar pyje në zonën e mbrojtur natyrore të Legavare, por autoritetet katalanase thanë se situata ishte e qëndrueshme dhe zjarri pritet të shuhet plotësisht gjatë javës.